Rritja e bullizimit dhe dhunës në shkolla po bëhet çdo ditë më shqetësuese. Sipas të dhënave nga drejtoria arsimore, 17.8% e nxënësve janë të bullizuar, një shifër kjo shumë problematike sipas psikologëve, ndërsa 40% e kësaj shifre vjen nga bullizimi kibernetik, i cili është dhe më i përhapur aktualisht. Faktikisht niveli i bullizmit në shkollë është shumë i lartë. Një studim që ka bërë zyra arsimore në nëntor të vitit që shkoj, niveli i bullizmit ishte 17.8%, pra që i takon që në 10 fëmijë, 2 fëmijë, 3 fëmijë janë të bullizuar. Dhe në këtë 17.8% ishte bullizmi kibernetik, ai që ishte më i përhapur në 43% të rasteve. Kjo tregon që fëmijët rrjetin social e kanë pjesë të komponentit, duke qenë se njeriu është një bie psikosociale, komplet aktivitetin e vet e shfaqet në rrjetet sociale, është edhe më i lehtë, është edhe më pak i gjërmueshëm për me dashme e ballafaqu fëmin bullist, pra me pasojat që shkakton. Si zgjidhje psikologu Taipi sheh bashkëpunimin e prindërve me mësuesit, duke ndihmuar në këtë mënyrë fëmijët nga bullizimi. Është një formulë e artë që faktikisht është shumë e vjetër, por duhet që prindi të jetë shumë afër me shkollën edhe të jenë bashkëpunues prindi me shkollën. Nëse fëmia nuk e shef këtë bashkëpunim dhe këtë komunikim që ka shkolla, mësuesi, drejtoria, stafi psikosocial me prindin, atëherë fëmia do mundohet me kriju kontent i cili nuk do të jetë në përputhje, pra o do të rrejnë familjen ose do të rrejnë shkollën. Familjarët kanë ngritur alarmin duke kërkuar edhe ndihmën e mësuesve për bashkëpunim, pasi rastet e bullizimit po rriten, ku në disa raste kanë shkuar deri në fatalitet.